Është një pjesë e çështjes. Avancimi është tjetër gjë. Unë do lexoj shkurtimisht për opinionin publik dhe për ju të studiot, cilat janë kriteret e Kopenhagen, që janë kriteret politike, që janë vendimtare në fund, që në fakt pastaj zbërthehen kriteret teknike. Një, institucionet qëndrueshme demokratike. Shteti duhet të ketë zgjedhje të lira të ndershme, skemi. Pluralizëm politik, praktikisht skemi. Ndarje pushtetesh, shumë të cënuar nga presioni i majorancës politikës nga gjyqësorit. Parlament funksional, nuk është funksional, është në kontrollin e qeverisë, nuk është qeveria në kontrollin e parlamentit. Opozitë reale, këtë është e qartë, përveç partitë vogla, ata të dihet që janë të marrë lejë ndërtimi nga mëngjesi deri në darkë. Shteti i drejtës, pavarësisht gjyqësorit, e kanë garantuar ndërkombëtarët, këta e sulmojnë për ditë. Raportin e ke lexuar? Më le raportin, po flas kriteret e Kopenhagenit, se shumë e rëndësishme kriteret e Kopenhagenit, se raporti bëhet mbi kriteret e Kopenhagenit, ta dim. Është janë të Maastrichtit, Kopenhagenit. Pastaj nuk më intereson shumë aspekti burokratik, sepse ajo mund të jetë çështje e moment gjeopolitike, po ta shikoni. Ata janë ankuar qartë për çështjen Balluku dhe për çështje të tjera. Po shikoni raportet e Departamentit Shtetit dhe të Komisionit të Parlamentit Evropian në fund, që është sterr, unë nuk e di si mund të ketë avancim, kur po them që situata në Shqipëri është katastrofë. Çfarë real ka bërë çështja Balluku me që e përmendë? Është një ndër këto çështje që po them unë. Administratë publike funksionale që thotë, jo e politizuar. Është e kundërta sipas BE-s, e thatë ju vetë. Luftë kundër korrupsionit, qeveria, zero. Gjyqësori po mundohet. Zbatim barabartë ligjit. Njëri futet në burg për një dritar, ai tjetër rrethon gjithë Zvërnesin, ka mbyllë dhe rrugët. Pra e gjitha kjo çfarë është? Ibrahim i kujdesshëm është një dritë jeshile, çfarë është, lutem? Nuk është dritë jeshile. Po mirë, dakord. Atëherë. Kur më thua të lutem për Kopenhagenin, në shteti BE-s, këtë po përpiqem shpjegoj. Që ta dish faqe për ta. Nuk zbehem. Jo, nuk e zbehet dot asnjëherë shumë, as kur duam. Nuk të lexojmë. Po pra, jo, që ta kenë qartë njerëzit. Bjesat e pakicat që është kriter kryesor, ka dalë Bullgaria dhe grekët kundër në raportin e fundit Parlamentit Evropian. Për mendimin tim, procesi i integrimit evropian me këtë qeveri nuk ka për të ecur. Por çfarë tregon kalimi i Barit tani në këto kushte? Çfarë është? Asgjë s'tregon. Pse u bë tani? Asgjë. Pse s'kaloi më parë? Asgjë, po ta them unë asgjë sepse do ngecin çështja Balluku prapë këtu jemi. Ja këtu jemi. Do kalojmë pak javë, nëse s'paku shkon me akuzat. Pra mund bëhet hap pas sepse vërtet mund të mbyllen kapitujt, po mund të kemi rihapje. Po patjetër nuk do ketë avancim më teshëm. Shiko, pra, kemi hecur deri ku me negociat. Shiko, çështja sot e integrimit të Ballkanit Perëndimor pse kërkon Rama me Vučić për shpejtim? Se ka një problem, ndjen dhe ata që ka një ngecje, apo jo? Se për ndryshe s'do e kërkonin, nuk bëhet si me logjik, nisida. Çfarë do të thonë kjo? Situata gjeopolitike